Në fshatin e Largët, Këmbëthekër, në bashkinë Maliq, jeton Genci Limanllari, një baba i përkushtuar, që çdo ditë përballon sfidat e jetës për të garantuar arsimimin e 3 fëmijëve të tij. Pa mundësi për transport modern dhe me të ardhura minimale, Genci i çon të vegjëlit në shkollën e Novoselës, mbi Kal, një rrugë që zgjat rreth 1 orë në kushte të vështira moti. Çdo mëngjes në bore shi apo vap përvoluese, Genci ose beshortja e tij hipi në Kal me fëmijët për të mos i lënë pas nga mësimet. Ai tregon se kjo rrugë ka nisur prej 7 vitesh. Po bëj 7 vite. 7 vite që i kam regjistruar në Novosel për të mos i lënë fëmijët pa shkollë. Po e vështirë pa e vështirë, fëmijët gjynaz duhet i lësh pa shkollë. Është mban gati afër 1 orë. Mban gati afër 1 orë. Kur është shumë ftohtë, i veshim mirë, i mbulojmë me mushama, që të mos ashuja, që të mos ftojnë. Dhe pasaj i marrim i çojmë atij. Po sa der vete unë në shtëpi vete ora prap, do vete ti marr, jo nusja, do vete ti marr unë. Se Nuk e kemi ditur vetë kur kemi qenë të rinj, nuk e kemi ditur vetë shkollën, çfarë ka qenë shkolla. Se edhe vetë kemi vojtur, e bënim shkollën Beras, po atëre shqyr Zoti tashi na ka mbajt koha mirë. Pavarësisht përpjekjeve të tij, ndihma nga shteti mungon. Familja mbijeton me 4 lopë, prej të cilave vetëm një është e tyre e bler me bonusin e marrë nga qeveria. Çati themet unë shtetit. Ata e din vetë, po edhe hashuja, ata më thanë mua bej shpit këte poshtë, kur filluan që hashuja, më thanë që bej shpit këte poshtë, edhe unë i thash, nuk u kanë nevojë fëmijët vetëm për shpinë edhe për hashuja, po kanë nevojë edhe për të ngrene, për të veshur, për të larë, për të shplarë, se s'janë tëra kushtet vetëm me i vend. Unë kam me të 4 lopë, edhe ato si kam timet, mi ka dhenë, vetëm një kam time unë, që ja kam bler djali, e ka bler me lekat e tia që i ka dhenë, që i dha të bonusin Rama, 1.200.000. Shpresë dhe vendosmëri shihet në sytë e fëmijëve, të vegjël, por të vetëdijshëm për sfidat, ata ndjekin shkollën me kënaqësi dhe kurajo. Jo, mbajmi këtu edhe rrim. Jo, s'mërdhim të këni së dypat. Jo, në vetë janë në shkollë. Edhe këta, po vetë në kjo është në shkollë, po kjo është në Kopës. Po, kemi. Genci Limanllari mbetet simboli për kushtimit dhe i dashurisë prindërore, duke kthyer çdo mëngjes të vështirë në një hap më pranë të ardhmes për fëmijët e tij.